Në një atmosferë plot emocione dhe mirënjohje në mjediset e Hotel Koloseu, Drejtoria e Spitalit Rajonal të Shkodrës organizoi aktivitetin In Memoriam. Ky takim ju dedikua 6 kirurgëve të shuar, ku 5 prej tyre nuk jetojnë më: Mark Mirashira, Misafizi, Alice Pahia, Ferit Hoti, Zylja Kraja dhe Hamza Vneshta, të cilët për dekada shërbyen me përkushtim maksimal pranë shërbimit të kirurgjisë në këtë spital, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në mjekësinë shkodrane dhe atë shqiptare. Një institucion ekziston jo vetëm nëpërmjet mureve, jo vetëm nëpërmjet teknologjisë, jo vetëm nëpërmjet arritjeve, por dhe mënyrën se si respekton dhe trajton historinë e burimeve njerëzore që kanë punuar me vite me radhë. Këto 6 kirurg kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër me përkushtimin, me devotshmërinë, me profesionalizmin, me sakrificën që kanë reflektuar gjatë ushtrimit të aktivitetit tyre. Janë me të vërtet 6 gjigande të cilët meritojnë respektin maksimal. Gjatë aktivitetit u kujtuan emrat e atyre që nuk jetojnë më, por që shpëtuan mira jetë njerëzish dhe edukuan brezat e tërë mjekësh të rinj. Asnjëherë ne nuk mundim se ku shkojmë pa ditë se prej ku erdhme, dhe kirurgjia ka traditën e saj. Vjen nga tradita, sot kirurgjia Shkodrës është nga kirurgjitë që performon shumë mirë në rang Shqipërisë dhe ne me shtetin mi shpatova të gjigantëve. Mjeku Hamza Vneshta solli në vëmendje netët të gjata pa gjumë, sakrificat në kushte shpeshherë të vështira dhe profesionalizmin e lartë që i karakterizonte. Kam në 32 vjet në këtë raport kirurgjisë, nga 66 dhe 98, dhe prej këtyre 32 vjetë e 17 vjetë kam qenë drejtori i spitalit dhe i poliklinikës, dhe rroj kujtimet më të mira për të gjithë punonjësit e këtij spitalit, të cilët kanë dhënë në mesin e tyre në përmirësimin e shtetit të gjithë popullit, sidomos në rastet të tilla si ka qenë, sidomos në kohën e tërmetit 1915 prit 79, dhe tranzitin me të vitit 97. Ky personel ka qenë jashtëzakonisht i angazhuar për me shfrytzuar dhe me jetën e njerëzve që kanë rrezik. Aktiviteti In Memoriam u përmbyll me ndarjen e vlerësimeve si një premtim se kontributi i tyre i gjatë në shërbim të komunitetit shkodran nuk do harrohet kurrë, duke mbetur një model i përjetshëm i bluzave të bardha.